shembull e mrekullueshëm që e ka përmend Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, ku përmend se kur një mëkat mund të jetë më i madh se vetë mëkati që ne kryjmë atë. Andaj sikur se ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, dridhja e zemrës tënde kur era e dridh derën, atë ku kam pas me pëlhura dera ku na po, derën se mos po të shet dikush në mëkat, adhamu min adh-dhanb. Është më e madh se vetë gjunaja që të muafta. Apo për shembull, një njeri është të kthyer diçka në telefon që s'bën me kthyer atë. Edhe vjen dikush e mshef atë. Ibn Abbasi ka thonë, dridhja e zemrës se po të shaj është më e madh se çka e kon të kthyer ti atë. Apo dridhja e zemrës se po të nxën dikush është më e madh se çka e kon të kthyer ti atë. Pse? Nga se kjo me kuptuar i tutur dikujt më shumë se Allahu azza wa jalla atë. E pse lëviz zemra? Pse nuk bëj ke zemra po mshë kur e ke di që tankon Allahu po të shaftë. Apo pse nuk e bësh këtë lëvizje durve? Pse zemra nuk i tha durve hiqe se po të shë Allahu xhallahu ala. Po kur erdh njëri e hiqe. Andaj ka Ibn Abbasi, lëvizja e perdës, mos po të shë dikush që e dridh zemrën, kjo dridhje e zemrës më e madh a'dhamu min adh-dhanb. Kjo është më e madhe se vetë zemra, se vetë mëkati atë. Prandaj e dyta ka Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë, farahuka, gëzimi që e arrin të bëj gjuna, a'dhamu min adh-dhanb. Është më e madh se vetë gjunaja atë. Më e madh se vetë gjunaja. Sa njerëz për shembull ku t'i japën mundësia mu vetmua dhe me këshyr diçka që ka s'bën me këshyr, gëzohet. Kështu që sa s'u pengon kërkosh apo, vallahi që ky gëzim që po i gëzohesh rrethanave që po të mundsojnë me bëu Allah gjuna, jetë më të mëdha se vetë gjuna që ka të bëu atë. Qase çka po i gëzohesh? Po i gëzohesh mundësisë që tashti po mundesh lirshëm pa pengesa Allahu gjuna me bëu. Dhe kjo është shenjë zemre të lodhë, të smut, që e ka thith gjunojnë, s'është pjesë e saj si për me. Apo, ka çdo kush për neve gaban, çdo kush për neve është mëkatar, na gjithë bën mëkatin, e rob të Allahut azza wa jall, jemi njerëz. Po nuk duhet mëkati të jetë banor i zemrës, por të jetë kalimtar mbi të, nuk ka të futet, sikurse xhami. A ke pa xhamin? Shiu godente, apo shiu godente. Mirë po, ai që është afër xhamit nuk laget. Nuk laget. Pse? Nga se rrëshqet mbi te. Shiu edhe nuk jetë më aty. Nuk. Se mu grumbullu shiu që bjen xham, veç me aty e thën dikur xhamin. Po fakti që rrëshqet mbi xham bën që ndoshta me litra shumë të mëra mbi xham dhe veç bimi të rrëshqasin pikat dhe bim poshtë, apo prekin mbi te, po rrëshqasin. Andaj kjo është zemra e cila din të reagon përballë sprovave sikur se duhet.